Qoftë lëvduar Jezu Krishti, mirëmbrëma për të gjithë ju të dashur dëgjues të Radio Marisë Kosovës. Ju ftojmë në këto momente që të lusim së bashku mbrëmsoren. Sot është e hënë dhe jemi në javën e dytë të kohës së Pashkëve. O hymë eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdio Atit e Birit e Shpirtit Qejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Ndarë këtë qengjit para folës, të bardh e me ropë shpëtimi, pasi u shfaq deti kuq, ti këndojmë Krishtit krye prins. Trupi i tij kreti shenjt në altar të kryqit i flijuar, duke shijuar dhe gjakun ne në Zotin për t'jetuar. Mbrojtur në mbrëmjet Pashkës nga engjëlli i shfarosjes, u çliruam nga zgjedha e faraonit të egër. Tash Pashka jonë është Krishti, edhe qengji që u vra pa faj, që për ne flijoj trupin me pastërti të ndorme. O flije denjë dhe e qiltër, nga e cila u shem feri, turma e robruar çlirohet, vlerat e jetës po kthehen. Ngrihet Krishti Zot prej varrit, kthehet fitues nga humnera, tirani në vëndër pranga dhe hap dyert e parajsës. Për herë t'i rofsh ndërmendje o Krisht gëzimi Pashkëve, dhe me hir të rilindur në triumfin tënd bashkona. Jezus, ty të qoftë lavdia, që shndrit me mundje të vdekjes, bashk me Atin e me Shpirtin, ndër gjithë shekujt burim jete. Amen. Antifona e parë, bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit, aleluja. Psalmi 45, pjesa e parë, këngë dasme mbretërore. Nga zemra më burojnë fjalët të këndshme, këngën time ja kushtoj mbretit, gjuha ime si lapsi i shkruesit të shpejt. Ti je i bukur, më i pashmi ndër bijtë e njerëzve, u zbraz hiri në buzët e tua, prandaj hyji të bekoj për amshim. Ngjesh shpatën në i o trimi trimave, vishu me shkëlqim e me madhëri. Për të mbrojtur të vërtetën, butësinë e të drejtën, e të mësoj të bësh emnes e djathta jote. Të mprehta janë shigjetat e tua në zemrat e armiqve të mbretit, popuj do të bien në sundimin tënd. Froni e të hy në shekuj të shekujve, skeptër drejtësie, skeptri mbretërisë sate. Ti e do drejtësin, ti e uren pa drejtësin, prandaj të shuguroj hyi yt, me vaj gëzimi që mos këndi ndër shokët të tu. U vjen era mirë, aloej e kasje petkave të tua, në pallate ashtë elefandi harpa të argëtojnë, bia mbretërish janë në përcjellën tënde, në të djathtë të qëndron mbretëresha, në ar ofiri e ngrirë. Lavdio Atit e Birit e Shpirtit Qejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit. Aleluja. Antifona e dytë. Lumata që janë të grishur në kostin e dasmës së qengjit, aleluja. Psalmi 45, pjesa e dytë. Mbretëresha dhe nusja. Më vështro o bishi e dëgjo, harroje popullin tënd dhe shtëpinë e babës tënd. Atëherë mbreti do t'i pëlqej bukuria jote, ai është zotëria yt, nderoje atë. Populli i Tirit vjen me dhurata për krahjen tënde, dëshirojnë princat e popullit. E lavdishme është bia e mbretit për brenda, e mbështjell me petk të qëndisur me ar. Në petka lara ja sjellin mbretit, përcjellja e saj, shoqet e saja vajza, me hare u prin e me brohori, ja po hy në pallatet e mbretit. Në vend të etërve të tu do t'i kesh fëmijët, do t'i vësh princa mbi mbar dheun. Do të bëj të përmendet emri yt prej breznie në brezni, prandaj edhe popuj do të lavdërojnë në amshim e në shekuj të shekujve. Lavdio Atit e Birit e Shpirtit Qejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lumata që janë të grishur në gostinë e dasmës së qengjit. Aleluja.
Antifona e tretë. Prej pasurisë së Krishtit, të gjithë ne kemi marrë hir mbi hir. Aleluja. Kënga krahasojmë letrën e Efesianëve kapitulli i parë. Hyi shpëtimtar. Qoftë bekuar hyi, ati i Zotit ton Jezu Krishtit, I cili na bekoi me çdo bekim shpirtëror në qiell në Krishtin, në të na zgjodhi, para krijimit të botës, që të jemi të shenjtë të papërlyer. para Tij në dashuri, Ai na parashënoi për vete, të jemi bi në shpirt, në saje të Jezu Krishtit, me pëlqimin e vullnetit të vet, për nder të lavdisë së hirit të tij, me të cilin na pajisi me anë të dashurit, në saje të gjakut të tij, e fituam shpërblimin, në të na u falen fajet, me anë të begatisë së hirit të Tij, të cilin hyi e ndikoi në ne. bashkë me çdo urti e kuptim, Ai na vuri në dijeni, mbi misterin e vullnetit të vet, synem që lirisht kishte vendosur, qysh më parë ta kryente në të, kur të plotësohej koha, të vërë çdo gjë nën kryesinë e Krishtit, të gjithë qenësit, që janë në qiell e në tokë, lavdi atit e birit e shpirtit shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. prej pasurisë së Krishtit, të gjithë ne kemi marrë hir mbi hir. Aleluja. Leximi i shkurtër marrë nga letra drejtuar Hebrejve kapitulli 12. Të vrapoj me qëndresë në luftim që na u caktua, me shikim të drejtuar mbi autorin dhe përkryesin e fesë Jezusin, i cili në vend të gëzimit që i takonte duroi kryqin duke e përbuzur turpin dhe ndenji në të djathtën e fronit të hyjit. Mendoni pra atë që duroi nga ana e mëkateve, një kundërshtim aq të madh kundër vetes, në mënyrë që ju të mos moliseni dhe të mos ju lëshoj zemra. Përgjigja e shkurtër. Zoti mbretëron, ai ju vesh me shkëlqim e madhëri. Aleluja, aleluja. Zoti mbretëron, ai ju vesh me shkëlqim e madhëri. Aleluja, aleluja. I fortë është froni i tij në shekuj. Aleluja, aleluja. Lavdi atit e birit të shpirtit shenjtë. Zoti mbretëron, ai ju vesh me shkëlqim e madhëri. Aleluja, aleluja. Kënga ungjillore Magnificat, antifona. Çka lind prej mishit, mish është, e çka lind prej shpirtit, shpirt është. Aleluja. Kënga e Virgjërës së Lume sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin, Shpirti im e harej brohorit hyjit shëlbuesit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërptore në vetë përvuajt. qese që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. Sepse punë të mëdha bëri për mua hyi i gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i tij, Mëshira e tij brezni më brezni. për ata që e druajnë. E tregoj fuqinë e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenarve, I rrëzoi princat prej fronëve të tyre. e i lartësoi të përvuajturit, Me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë. e të pasurit i nisi duar thatë, I ndihmoi Izraelit shërptorit të vet. duke e sjell në mend mëshirën, Si u apati premtuar etërve tanë. në të mirën e Abrahamit e të pasarzve të tij në amshim, Lavdi atit e birit të shpirtit shenjtë. si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Çka lindi prej mishit, mish është, e çka lind prej shpirtit, shpirt është. Aleluja. Lutjet e besimtarve. Ta thërasim Krishtin, i cili është ndriti botën me lavdin e të ngjallurit të vet. O Krisht, jeta jon na dëgjo. O Zot Jezu Krisht, ti u bashkove me apostujt e tu rrugës për në Emaus. Ndihmoje kishën tënde shtegtare në botë. O Krisht, jeta jon na dëgjo. Mos lejo që të krishterët të mbyllën në dëgjim të fjalës. Bëj që të japin dëshmi të mirë për fitoren tënde mbi vdekje. O Krisht, jeta jon na dëgjo. Shikoj me mirësi ata të cilët ende nuk e njohën rrugën e jetës. Bëj që të pranojnë shpejt si shëlbues.
O Krisht, jeta jonë na dëgjo. Ti që me anë të flijimit të kryqit i pajtove të gjithë njerëzit. Jepi paqe dhe bashkim botës mbar. O Krisht, jeta jonë na dëgjo. Ti që je gjykatës i të gjallëve dhe i të vdekurve. Pranoj në mbretërinë tënde vëllezërit tanë të vdekur, të cilët besuan në ty. O Krisht, jeta jonë na dëgjo. Aty në që je në qiell, u shenjtroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hy i gjithë pushtetshëm dhe jamshueshëm, tash më mundemi të të thërasim aty ynë, bëj të rritët në zemrat tona shpirti i bisis, që të mund të hyjmë një det në trashëgimin që na e premtove, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt për çdo së keqe dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.